Viti 2025 ka sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesës për vende pune në sektorin e turizmit në qytetet bregdetare si Vlora dhe Saranda. Zyrat e punës në këto qytete kanë shpallur 10 vende të lira në pozicione si kamarier, kuzhinjer, recepcionist dhe punëtor sezonal, duke reflektuar rritjen e fluksit turistik dhe nevojën për fuqi punëtore. Ajo që bie në sy këtë sezon është pjesëmarrja e shtuar e të huajve në tregun e punës. Punonjës nga vende të ndryshme si Filipinet, India apo Italia po kontribuojnë ndjeshëm në mbulimin e kërkesës për staf në sektorin e shërbimeve. Përveç tyre, shumë të rinj shqiptar nga qytete të ndryshme po angazhohen në punë sezonale për gjatë Bregdetit. Krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, kërkesat për punësim janë ndjeshëm më të larta, çka tregon për një sezon veror më intensiv dhe më të kërkuar nga ana e punëdhënësve. Drejtoria e Zyrës së Punësimit dhe Aftësive në Vlorë, Saniela Xhaferi, deklaron se gjatë periudhës janar-maj 2025 kërkesat për punë janë dyfishuar në krahasim me vitin 2024. Në nisje të sezonit turistik kemi një kërkesë të lartë nga subjektet, qoftë në zyrën vendore të Vlorës apo edhe në zyrën vendore të Sarandës për të shpallur vendet e tyre të lira të punës. Aktualisht në rajon numërojmë 1149 vende të lira aktive, që do të thotë që janë mundësi reale punësimi për çdo të ri apo të rritur që kërkon të punësohet, dhe kryesisht këto janë vende të lira në sektorin e turizmit. Si kundër e thash pak më parë, kërkesa për punë është kryesisht e lidhur me sektorin e turizmit dhe me ato profesionet që ofrohen në shërbim, por kryesisht në top list qëndrojnë profesionet e recepcionit, kërkesat për recepcionist, për kuzhinë, ndihmës kuzhinë apo edhe për kamarier banakier. Të gjitha le të themi paketa e profesioneve që lidhen me shërbimet në sektorin e turizmit. Në fakt, si kundër është parë kjo tendencë në 2-3 vitet e fundit, numri bizneseve që operojnë në rajonin e Vlorës vjen çdo vit duke u rritur, është një numër i lartë dhe përjetoi dhe kërkesa për vende të lira është e lartë, por e pa plotësuar detyrimisht me të gjithë punëkërkuesit nga rajoni i Vlorës. Ky boshllëk plotësohet kryesisht edhe me vendas që janë jashtë rajonit, që vijnë kryesisht nga ato qytete të cilat nuk e kanë të zhvilluar sezonin turistik, pra le të themi që lulëzon një punësim sezonal, pavarësisht se ka një shtrirje të këtij punësimi sezonal, por pjesa tjetër plotësohet me punonjës të huaj. Ndërkohë, pranë Zyrës së Migracionit në Policinë Kufitare të Vlorës është vënë në re një rritje e vazhdueshme e numrit të shtetasve të huaj që kërkojnë leje qëndrimi, rinovim ose regjistrim. Çdo ditë 10 aplikime dorëzohen nga qytetarë të huaj, kryesisht nga Italia, Filipinet, India, por dhe vende si Ukraina, Bielorusia, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera. Aplikimet për lejet unike në fakt krahasuar për periudhën janar-maj të 2024 me periudhën janar-maj të 2025 ka një diferencë relativisht të lartë, nëse mesatarisht do të thoshim që kjo shifër në variante 900 në 2024 për periudhën që unë përmenda, aktualisht kjo vërtitet rreth 1500 kërkesa për punonjës të huaj. Sigurisht kjo lidhet edhe me numrin e bizneseve në fakt, sepse e njëjta kërkesë nuk përkon me të njëjtin numër biznesesh, që do të thotë që ka një kërkesë të shtuar, pasi ka një numër të shtuar të bizneseve që aplikojnë për punonjës të huaj. Kemi biznese të reja që hapen. Normalisht periudha e qershor-korrigushtit vërtet është piku i sezonit turistik, por kërkesa paraprihet në muajt aktualisht që ne jemi, pra në fazën përgatitore janar-maj. Të gjitha bizneset bëhen gati, ato që operojnë kryesisht në sektorin e turizmit, bëhen gati për sezon paraprakisht, dhe kjo tendencë vjen gjithmonë më në ulje në periudhën korrigusht dhe në vijim. Në krahasim me vitin e kaluar, kur kërkesa për leje qëndrimi ishte rreth 1900 persona të huaj, këtë vit numri ka shkuar deri në 4000, duke treguar një interes të shtuar për qëndrimin dhe punësimin në Shqipëri. Kjo prani gjithnjë në rritje të huajve dhe dinamika e re në tregun e punës e pozicionon Shqipërinë si një destinacion gjithnjë e më të rëndësishëm, jo vetëm për turizëm, por dhe për mundësi punësimi ndërkombëtar.